Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani bukë të zezë, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Buka mund të jetë një produkt i zakonshëm, por sipas raportit global të industrisë së bukës, vazhdon të mbajë vendin e parë në listën e ushqimeve më të konsumuara në mbar globin. Ajo daton që në kohët e lashta, duke u kthyer në një produktet vërtet të vjetra sa i përket historisë së kuzhinës. Edhe pse llojet e bukës nga të cilat mund të përzitni janë të shumta, ajo që hasni më shpesh janë buka e bardhë dhe ajo e zezë. Sigurisht që të dyja përgatiten nga gruri, por ka disa ndryshime thelbësore që lidhen gjithashtu edhe me vlera shëndetësore që ato përmbajnë. Në bashkëveprim me ekspertët e ushqimit, të cilët kanë eksperiencë të lartë, traditat e përgatitjes së bukës mund të ndryshojnë nga vendi në vend, por këtë arsye duhet të dini edhe të zgjidhni bukën e zezë në mënyrë që të keni më shumë përfitime nga konsumi i saj. Gjithçka që lidhet me konsumin e bukës ka të bëjë gjithashtu edhe me përpunimin e miellit. Ka dy ndryshime kryesore të lloji i miellit që përdoret në përgatitjen e tyre: mënyra se si është përpunuar dhe sa e shëndetshme është ajo. Mielli të dyja llojeve të bukës, qoftë e bardha ose të zezat, vijnë nga i njëjti dridh, por te buka e zezë, mielli përmban të gjitha pjesët e grurit, lëkurën bashkë me farat, ndërsa te buka e bardhë përdoret vetëm pjesa që përmban nisë shte. Ekspertët pohojnë se procesi i përpunimit të miellit ndikon pikërisht në zhveshjen e tij nga vlerat ushqyese që ka për organizmin. Ndaj, edhe buka e zezë përmban më shumë fibër, vitaminë B6, vitaminën E, magnez, hekur, zink dhe acidin folik. Për cilat janë vlerat e bukës së zezë në organizmin e njeriut? Buka e zezë, duke qenë se është e pasur gjithashtu me fibra, përmban edhe probiotik, pra ndihmon edhe në sistemin tuaj imunitar duke balancuar më mirë këto probleme. Për të përfituar vlerat e një fete të buke të vetme të zezë, duhet të konsumoni 8 feta bukë nga buka e bardhë. Sipas studimeve të publikuara në revistën mjekësore britanike të ushqyerjes, rezulton se buka e zezë është e duhura për të gjithë ata personat të cilët vuajnë tashmë nga diabeti tipi 2. Kjo falë faktit se indeksi glicemis te kjo lloj buke është më i ulët se te buka e bardhë, dhe kështu sheqeri në gjak nuk pëson në rritje të menjëhershme. Nga ana tjetër, Cleveland Clinic pohon se karbohidratet komplekse që gjenden te buka e zezë stimulojnë prodhimin e serotoninës, duke përmirësuar kështu edhe humorin tuaj. Kjo lloj buke do të mbrojë trupin edhe nga shfaqja e problemeve të zemrës, gjithashtu duke qenë se ajo ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Për më tepër, kjo lloj buke ndihmon edhe që të keni një lëkurë dhe flokë më të shëndetshëm. Mund të duket të çuditshme, por është e vërtetë. Buka e zezë është e pasur me vitaminat B dhe protein. Të dyja këto përbërës ndihmojnë gjithashtu edhe në mbrojtjen e strukturës së qelizave të reja dhe flokun më të shëndetshëm. Dhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e kësaj lloji të bukës. Buka e zezë është e pasur me element të mirë të vitaminës B dhe të proteinave, element këto të cilën ndikojnë pothuajse në çdo aspekt të ushqyerjes suaj. Nëse doni që të humbisni kilogramët e tepërt, atëherë duhet të konsumoni bukën e zezë, duke qenë se në sasi të vogla, ajo mban gjatë të ngopur dhe për më shumë kohë rrit energjinë dhe përmirëson tretjen e trupit. Nëse nuk jeni të sigurt për sasinë, ekspertët rekomandojnë se duhet të konsumohet bukë rreth 50% e produkteve që vijnë nga regjime të balancuara. Mjafton që të konsumoni 2 deri në 3 feta bukë të zezë në ditë dhe do të siguroni shëndetit tuaj të gjitha elementet ushqyes të cilët atij i duhen. Të gjitha vlerat e lartë përmendura të bukës së zezë dhe drithrave të plota do t'i bëjnë aty edhe një ndryshim të madh organizmit tuaj. Ndaj ekspertët vazhdimisht këshillojnë që të zgjidhni bukën integrale, atë të zezë, për të marrë më shumë përfitime dhe gjithashtu për të rritur efektet ushqyese për shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët këshillojnë që her pas here të konsultoheni me mjekun për çdo ndryshim të mundshëm që mund të keni në organizmin tuaj.
pasi kështu do të keni edhe një ndikim të plotë të ushqyesve në mbrojtjen e shëndetit. Gjithashtu, në ndihmë mund t'ju vijë edhe konsumi i bukës së thekrës. Thekra është ndër drithrat që ndryshe nga gruri ka më pak kalori dhe më shumë fiber dhe ju mban të ngopur për një sasi më të gjatë ditore. Buka është një produkt që nuk duhet të mungojë asnjëherë në shtëpitë tona. Aroma e saj kur sapo ka dalë nga furra është e parezistueshme. Buka është shoqëruese e çdo vakti gjatë ditës dhe shpesh herë fajtore e kilogramëve të tepërt. Në stinën e verës, të gjithë synojnë që të humbasin peshë, por diabetikët nuk lejohet konsumi bukës. Ndaj, sipas zbrejtësajt, në këtë video do ju prezantojmë një recetë të shëndetshme që ju lejon të humbisni në peshë dhe të realizoni një bukë vërtet të mirë për mbrojtjen e organizmit. Thekra është një drithë që ndryshe nga gruri ka më pak kalori dhe më shumë fiber dhe ju mban të ngopur për një pjesë më të madhe të ditës. Buka e thekrës është e pasur me vitamina B që japin organizmit energji gjatë ditës dhe ndihmojnë gjithashtu edhe sistemin tretës. Pra me këtë recetë ju do të përgatisni një bukë që jo vetëm do të ketë një shije të veçantë, por do të rrisë edhe vlerat e shëndetshme të organizmit. Për realizimin e kësaj buke keni nevojë për këta përbërës: 500 gram mjedh thekre, një lugë çaji krip, 11 gram maja e thatë, 330 ml ujë ngrohtë, vaj dhe më pas filloni me përgatitjen e kësaj recete. Duke rritur kështu, efektet ushqyese që ka për organizmin do të kthehet në një nga mburojat më të mira të trupit tuaj. Në një tas të thellë shtoni mielin, kripën dhe majan e bukës. Përzjeheni mirë me një lugë dhe më pas shtoni edhe ujin ngadalë. Sugjerohet që pasi të keni hedhur të gjithë sasinë që keni të ujit, kalojeni brumin në tavolinë dhe punoni atë me duar. Merrni tasin dhe gjithashtu e lyeni mirë me vaj. Aty vendosni brumin dhe e lini të pushojë për 2 orë në vend të ngrohtë. Kështu do të arrini të realizoni një bukë mjaft të mirë. Pasi të ketë kaluar koha e nevojshme, lyeni një tavë mesatare me vaj dhe miell. Kalojeni brumin tek tava dhe shtypeni lehtë me duar për të marrë sa më shumë formën e mirë. Mbulojeni përsëri me pecet dhe lërini për 10 minuta që brumi të fryhet paksa dhe të jetë gati për pjekje. Para se të futet për të pjekur, bëni disa prerje me thikë në sipërfaqe të brumit. Furrën e vendosni në të paktën 250 gradë dhe e piqni për të paktën 20 minuta. Nëse nuk dëshironi që korja e bukës të dalë e fortë, mjafton që ta spërkasni me pak ujë dhe krip gjatë kohës që piqet në furrë. Pasi ta hiqni nga furra, e lini të ftohet pak për të patur gjithashtu edhe një element më të mirë ushqyes. Këtë bukë mund ta ruani në qese letre ose ta mbështini me peceta të thata. Shija e saj do të jetë e plotë dhe gjithashtu do të jetë një zëvendësuese shumë e mirë e bukës së zezë ose dhe bukës së bardhë, duke rritur kështu përfitimet të trupit. Reduktimi i konsumit të bukës mund të sjellë gjithashtu për trupin një rënje të lehtë nga pesha. Buka është e pasur me karbohidrate dhe kur e teproni me konsumin e saj, është e sigurt që do të shtoni në peshë. Trupi ruan karbohidratet në formën e glikogjenit dhe ndodh për shkak të këtyre karbohidrateve trupi të mbajë ujë. Çdo gram karbohidrati në trup bën që trupi të mbledhë rreth 3 deri në 4 herë më shumë ujë. Prandaj nëse shmangni konsumin e bukës, një nga përfitimet që do të merrni është edhe rënja nga pesha. Nuk duhet të ndjeni vazhdimisht të uritur. Buka e bardhë është plot me karbohidrate të përpunuara, gjë e cila çon në rritje të papërpunuar të sheqerit, që më pas bie. Këto ndryshime të papritura bëjnë që truri të dërgojë sinjale të shpejta të paqarta mbi nevojën për ushqim edhe për ndjenjën e urisë. Do të rritet energjia dhe do të përmirësohet tretja nëse reduktoni gjithashtu nga dieta juaj konsumin e bukës. Por gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj ose me ofruesin e shëndetit tuaj të kujdesit shëndetësor në rast të ndryshimeve të forta që bëni në element të tillë ushqyes. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
Të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetjen. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.